Vlera ka arrit afër $300.000. Ne jemi shqiptarët e parë në Amerikë që kemi kafen tonë si brand. Unë po bëj 7 vite vërsetësia është që nuk mundem më u kthy në Shqipëri. Unë jam në qyteti Laçit, kam marrë në Amerikë para 7 viteve edhe 4 muaj, pothuajse. Edhe pas erdha në Amerikë, mendimet e mia ishin për të kthyer në Shqipëri, por në 2018, në fundit 2018 s'kam marrë në Amerikë. Vendosa për të pa Amerikën si funksionon, si ecën puna, si vazhdojnë biznesi kështu, me mendimin për të kthyer në Shqipëri, sepse edhe në Shqipëri kisha punë mirë, nuk është se kisha ndonjë problem. Por në 2019 ra Covidi, ra dhe tërmeti, edhe tërmeti me thënë drejtën na prishi shumë punë ne, shumë objekte të mia, pushive të mi.